e tjera, e tjera. Demokracia karakterizohet me dallime kulturore në mendime, në përjarje të asaj bindje të llojeve të ndryshme e tjera. Milo, po ka kritika shumë për mendësi neo-jugoslave në Kosovë, për përplasje krajinore, për përplasje me gjuhë edhe raciste krajinore e kështu me radhë. Ju e ndjeni këtë mjedis kulturor që është i goditur, se nuk mund t'i themi demokratike u rejtës, i baza krajinore. Mund të themi mendime, demokracia prodhon antagonizëm, por jo u rejtën, nuk do duhet të... Shiko, Diamanti është rezultati shtypjes të dyanshme, kur ka presion shumë të madh. Tash kjo pëdi ku pe qetë ti, a ndiju në vetën do njëherë, a kam di vetën të sulmum pëse vin nga Drenica. Jo, përgjithësi nga po Abri. Jo, është shumë e vërtet. Unë kam folë, unë kam shkru për këtë gjera. Ka pas në të kaluaren, edhe para luftës, edhe në kohën e komunizmit jugoslav, edhe sot, një racizëm ekstrem ndaj Drenicës. Racizëm. Që javë ka prish gjithmonë Drenica ka qenë krahina në bazë dokumentave serbe, ju në që po thamë, Drenica ka qenë qerdhja që javë ka prish rehatin edhe turqve, edhe kur pushtet Drenicës ka pranu as turqve, as Sërbis të parë, as Sërbis dytë, as tretë, as të kërkuj. Por, atë që unë e këmë di mas keqti e mas rane, është racizmi e urrejtja që kanë përdur Drenicak ndaj Drenicakve. Kjo është e ronë, se ti që i atje, ti ndash urrejëm, ndash dujëm, na me ty ndryshe, unë sille me një njeri të një rejtë tjetër, apo kuptan? Po kjo i ka ndodhë Drenicës shumë e ronë. Lufta ma e madhe mas lufte është bon mes Drenicakve. Përplosjet ma të mëdhoja mas lufte jënë bon mes Drenicakve. Jënë bo, edhe sot bohen. Jëmë ke thonë, jo të kumë thonë, jo të akun një vdojen, jo të izja ju të udol në ergardh, jo mi gardh, jo këto. Lëj, marrina shkum dëgju e dëgjaj në mes njerëzve shumë të mëdhaj Drenicak. Mu nuk ka ardhë ai ministri i brendshëm që u kon fenomenal, i vetëmi me karakter, që dha dorëheqje. Fatmir Regjepi. Nuk ka dha urdhër Fatmir Regjepi me arrestu Milajm Zekën, kur njëtën e vetë kur u kom minister. A di kush ka dha urdhër? Abelar Tahiri. Abelar Tahiri vjen nga Likovci, gjyshja ime e Likovcit, unë shok klase me migjen e Abelardit, dojt babes, a vë kuptan, imaginati, Abelardi e thirë në telefon i merë beken, e i thot arrestu Milajm Zekën pse kum përmen unë e fjallën kanon. Pse kum përmen unë e fjallën kanon të Fidoni në televizion. Vetë që kum thonë unë me Hashim Thoqin, me Aleksandr Lumezin, që realisht aty në jam kum përmen emnin, jo një farë gjynohit atje të anës tone, që kom prokuror, i njerit prej rasteve, që tash 8 vite më kanë mojtë proces gjyqësor për qatë punë. Me përfunduat. 8 vite, imagino, vetëm për fjollën kanon që këmë thot do merrem vesh. E prokurori, prej merrem e vesh, e ka bon në akt akuz, do të ndjeki që gjykatësi u shokua, e këshin hupë CD-n, se ekziston të fare, CD-ja si provë. Kur dha urdhër gjykatësi, i tha prokurorit, kuan si dia, tha pas ka hup. Si provë. Si provë, me rëmemen, pa provë, kur e sollën e lëshun në ekran, thash, a kum thonë ka me njek, a ka me umor vesh. Imagina, edhe mas i më arrestojnë, prokurori Macedonci, që ku i burgusën politik, jarani jami, rishum, pishum, rakit rushit me ta, me rëmemen, i meri, i thot arrestu Milajmi, na ju kon prokuror kujdestor më arrestojnë, e më qojnë në burg Gjilanit.
mos i më arrestojnë, e thirr thash, dikush tjetër Macedoncën i thot lëshone, jo thot nuk pe lëshoj. Herë arrestone, herë lëshone. A e kupton ku kanë shku, dhe më thonë, ish shok ton për e note politike person. Unë e gjombrë si ku mbo, o Ridvan, as një plom të Kosovës, as 2 mm tokë të Kosovës nuk e ku morë. As një tender të Kosovës nuk e ku morë. Kur nuk ju kum dollë kërka nudhe, kërka, se avë kum prish plonet, a kanë morë, a kanë vjedh, a qka s'kanë bon. A vë krejt qka po thot Albini është e vërtet, nuk ko sanë që s'kanë bo, po kanë punu. Autostrodat ata i kanë bo, aeroportet, shkollat, spitalet. Albini ka vjedh e ka shkatru këtë venë, gjën s'ka bon. Po unë si kum përzin hajni as atyne, as Albinit. Unë i kumë qyrë veç punë të mija, të 4 qikave të mija, të familjes time. Diçka të kam po si problemi, lë. Kanë po problem, vetëm pse. Në që të mentaliteti, po thamë, ty u referu se të ki taksiratët shumë ta me... Mentalitetin ja edhe e dyta, ata e kanë ditë, e din edhe sot. E din që prejt 79, deri sot që po fulim, nuk kanë mujtë mu ullë me më rajtë kur gja. As me më kalëzu diçka për ilegalitet, as për burgosje, i burgosur jem ko, në legalitet jem ko, njeriv që për herë të parë 198 televizionet botës, e kum qitu që kënë me Moska jem ko. Une, apo kuptan, dhe më thonë, në Rambuje jem ko krohu i djathë e Hashim Thoqit, që ma e mirë në men, jo delegacionit që për rajnë këta. Hashim Thoqin e ke pos fikolli vetën, kunder krejt tjerve, Delegacioni shqiptar. Një kunder gjithve. Absolut, mësë me ko trupi Hashim Thoqit. Ma e mirë, për mu, Hashim Thoqin janë kundërshtori ma i madhë politik. Më thonë, si Milaem, se thashë në natë njonit, tha ti e ko ta njetën PDK. Ta njetën thashë e kum votu PDK-n, se PDK-ja nuk i ka bo dam shtetit. Po PDK jam ka bo mu dam, po Albini ashtu i bo dam shtetit. Albini po i ba dam Kosovës. Po do me thonë që mos me paskon kam gulja Hashim Thoqit, ti sot nërë Sërbi ishe. Sepse? Sepse... Stonte pjesa tjetër, ke qenë aty? Stonte Zotit Suroj, Zotit Shala, të tjerët. O veç rrishin, qaj draft marveshja e parë. Po? Që këta thujnë pëse se kanë nënshkru. Hashimi, po? Tish nënshkru drafti i parë. Na jena ka autonomin kodër të Serbis, 7.000 forca policore serbe në Kosovë, edhe vetëm ushtria serbe ka pos me konë dikun 7 kilometra, nuk e di detajet, po thjesht ti e ko mrena Serbis. Në draftin e parë. Në momenti për plasës Zotit Thaçi me pjesën tjetër, ta që me Rëgovën, me Surojt, me kush ishte tjetër atë? Me gjithë? Me Rëgovën jo, me Bukushin ka pos për plasë shumë trona. Apo kuptan? Por, Hashim Thaçi ka qenë i vetmum edhe në raport me këto komandante zonave. Për plasje ka pos edhe me Bacin Adem. Dhe maqi, po. Unë e kum komuniku me prej telefonit tam jënë bo komunikimet. Hashim Thoqi ka full nga telefoni jam, unë e kum full me Bacin Adem, kur ka pos për plosin me Olbrojtën. Takimi që keni organizuar në Sloveni, pastaj, po. Për herë të parë, prej Rambujes për telefonit tam, ka full Hashim Thoqi me Suliman Selimin. Unë im konë në lidhje me gjithë këta pse, arsyeja shumë e thjesht, jemi në fshat bre, Nalla Qareva në fshat jemi. Një orë, po. Po. Punë besimi, punë. Punë besimi, unë jem ronë në burg të dhe të nishën. Ju thunim, po të mos eshte Zotit Thaçi, meritat më të mëdha qëre 2 momente u hinë historia Hashim Thaçi. Po çka dojnë le të thojnë as interes, unë personalisht për vetë, tash se dia intereson Thaçit ajo. A beson ti që mu sikur me lehë në qanë rrugë,
ose me bon një mocë mjau. Qa që më interesojnë mu opinionet që ka thot XY për mu. Jeta ime ka më shkru prej arkivave. Jeta e ashim thoqet ka më shkru nga arkivat. S'ka më shkru bre me komentet Facebookut. Vetë fakti që Serbia e ka trajtu si armikun më të madh, e din që Hashim thot që ka 2 merita historike. Merita më e madhe është Rambujeja dhe merita e dytë historike është shpallja e pavarësisë të Kosovës. Sikurse kush në këtë botë mund m'ja mohu meritën historike Ramush Haradinajt për formimin e ushtrisë të Kosovës. O leti që ka thujnë këta, jo për najnë akome, o kërkush su ko me Ramushin. Ramushin si bunduzher u shku në Amerikë, që ato trap, ka thonë do me bo ushtrini, ka thonë grahi. Hashimi, fikolli vetën Amerikanëve ju ka thonë do me shpoll pavarësin. Amerikanët i kanë thonë grahi, po kozëtësia Hashimit me i bind Amerikanët me i thonë grahi.